شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut. Selavatet qofshin mbi pejgamberin tonë të dërshëm Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjen, ashabët dhe gjithë përcjellësit e tij. Të dërshëm xhamat, ju përshëndesmi me Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E fillojna këtë ligjerat prej ligjeratave të para që inshallah do të organizojmë ne si xhami për këtë muaj të Ramazanit, e që inshallah do të jetë kjo ligjerata e parë që do e fillojna dhe për çdo ditë të Ramazanit do e futemi nga një ligjerat në rrjetet sociale, sikur që është ajo e Facebookit, e që edhe xhamia jon e posedon një faqe të tillë, xhamia e Xumas. Ju uroj që ta prisni këtë muaj të mëshirës në familjet tuaja. Uroj që të keni një agjenim të lehtë, një agjenim të pranueshëm, dhe që në fund inshallah agjenimi jon të jetë i pranuar dhe ta përcjellni këtë muaj sikur që kemi filluar inshallah me mirësitë e tina, po ashtu edhe ta përcjellni inshallah me mirësitë e tina. Agjenimi është një obligim që na obligon neve Allahu në ajetet kuranore, sikur që është ajeti kuranor ku thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, është bërë agjenimi i muajit të Ramazanit obligim për juve, sikur që ka qenë për popujt para juaj, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Dhe pashtu vazhdon ky ajet deri në përcjelljen e ajetit tjetër të surës Al-Baqara, në ajetin 185, ku thot Allah: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka filluar të zbresë Kurani i Kerim. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ai i cili dëshmon këtë muaj, le ta agjenojë. Do të thonë, këto janë ajetet kuranore që na obligojnë neve si besimtar dhe besimtare që të mbajmë agjenimin e muajit të Ramazanit, dhe pashtu janë thënjet e pejgamberit ton Muhammedit al-Islam, i cili na porosit dhe i cili na tregon se agjenimi i muajit të Ramazanit është njëra prej 5 shtyllave të fesë islame, e cili na thot se feja islame ka 5 shtylla, që është deklarata apo dëshmia që Allahu është një dhe nuk ka tjetër, dhe se Muhamedi është i dërguar i tina, falja e namazit, dhërja e zeqatit, agjenimi i muajit të Ramazanit dhe vizita e Qabës njëherë në jetën tonë. Kështu që edhe ky është një argument prej hadithit se agjenimi është një obligim që duhet të mbaj secili besimtar dhe besimtar. Definicioni i agjenimit është në kuptimin etimologjik të fjalës, do të thonë, apo në kuptimin gjuhësor, agjenim do të thonë abstenim, kurse në kuptimin apo si thot shar'an, apo në kuptimin terminologjik të fjalës, do të thonë abstenim apo agjenim prej ujit, prej ushqimit, prej marrëdhënieve intime bashkëtorë, prej imsakit deri në iftar, do thot deri në në thirrjen e namazit të akshamit, me njetin e afrimit të Allahut tek Allahu dhul xhelal. Do të thonë agjenim që bëhet në emër të Allahut, për hir të Allahut, duke abstenuar prej këtyre gjërave që i përmendëm, prej imsakut e deri në iftar apo deri në thirrjen e namazit të akshamit. Inshallah Allahu na i bën kabul, inshallah kemi agjenim të lehtë. Inshallah Zoti na i bën që ta presim si duhet këtë muaj të rahmetit, mëshirës
këtë muaj të faljes dhe këtë muaj që ka mirësina shumë të mëdha në të. Dhe në fund ju dëshiroj që të keni një agjinim të lehtë, Allahu kabul, dhe inshallah do të shifemi edhe ditëve tjera në Facebookin tonë të xhamisë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mirë se edhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman.